dhe që vlenin do e kemi opozit. Edhe kur i sheti ata janë njerëz kryesisht që i kanë ndruar gjitha partitë që e kanë provuar fatin atje edhe që kanë vetëm një vlerë, që e dinë se sa lezetshëm jetohet nëse je në pushtet. Edhe që sa mirë është të jesh kryetar partie. Prandaj atje u bëm copë, atje jemi shqiptarë sa që s'mund të mbushim një autobus, mirë po kemi shini sa lider partijak. Kemi lider partijak sa për të mbush 3 autobus. Do me thënë, më shumë kemi lider partijak se... Leni, sot është me peshë më në qeverisë. Unë mendoj se... CVMRO-s, e cila është partia më e fuqishme... Unë mendoj se shqiptarët gjithmonë janë dukur ma pak se që janë, nga që kur nuk kanë mund të faktorizohen politikisht. Sepse thash, ata kur shkojnë në qeveri, a keni ndëgjuar ndonjëherë që ndonjë parti shqiptare të për pjesë e qeverisë e të del me ndonjë projekt, të del me ndonjë kontratë, çfarë kanë bashkuar, pse janë bashkuar, çfarë do të arrijmë ne shqiptarët e Maqedonisë me atë hyrjen e tyre në qeveri. Besoj që kanë filluar të grinden me zvete, që e akuzojnë kryetarin e Aleancës Zotin Taravari. Po, që donkin se të ndahet prej atyne. Po sa më përket mua, unë e kam ditë që ata do të bëjnë CPP-s. Pse? Ja pse. Sepse nuk janë intereset e ndryshme brenda asaj. Mande, janë edhe potenca është krejt ndryshe. Ju për shembull keni aty e keni alternativën që nuk ka një autobus njerë, antarësi për shembull që është e barabartë me Aleancën për shqiptarët, që ndan aq funksione sa që ndan kjo. Edhe normalisht që ajo nuk do të mund të funksionojë. Te kam ditë prej fillimi edhe e kam thënë edhe publikisht, nuk do të mund të funksionojë, sepse thjesht edhe pakënaqësia të paraqitet edhe atje poshtë te antarësia. Pastaj nuk do të mund të funksionojë edhe shkaku i asaj se cili është roli yt në qeveri, asnjë rol. Çdo njeri rolin e vet, çdo njeri pozitën e vet. Çdo njeri mund të funksionojë thonë ju, edhe pse i bëri bashk, po themi Nuni ishte këtu në Kosovë. Ka sot Albin Kurti dhe edhe pse ka një, po themi, një faktor aty që është Zoti Qoku, është kreti pa ndikim këtë farë përbashkimin që si duket po ndahet të vleni? Nuk e di, do të ndahet, as do të ndahet, mirë po e di një gjë që kryeministri i Kosovës bëri gabim të madh, që ndërhyri. Që i sponsoroi. Që ndërhyri në situatën politike në Maqedoni. A ishte një betejë mes tij dhe Ramës? Absolutisht. Për kontroll politik në Maqedoni. Absolutisht po. Edhe ne është fatkeqësia neve shqiptarët të Maqedonisë është që mbështetësit e Kosovës edhe të Shqipërisë neve na konsiderojnë si pengje të veta, edhe që mund na përdorin kush edhe që çdo njeri duhet të ketë atje pjesën e vet shqiptare. E kjo shpjegon atë që e thash edhe pak më parë, që nuk është në pyetje pra politik apo ndonjë projekt shqiptar, por është në pyetje biznes politike, që kanë interesin e vet. Cili mund të jetë ai interes? Nëse nuk janë shqiptarët, atëherë është biznes interes. Që mos harroni një kohë për shembull ishte edhe më keq. Kishte raste kur nga Prishtina vendosi edhe kush do bëhet ministër në Maqedoni. Çfarë faze ishte kjo? Në fazën e maheshme, kur ishte atje BDI-ja e kur ishte këtu PDK-ja. Do t'i thaqë? Po. Ndodhshin edhe kësi gjëra, sa jam unë informuar, ndoshta edhe gojë. Pse? Pse ato biznes kanalet mbroheshin, nuk ishte puna vetëm. Edhe sot është ashtu. Cili është, për shembull, projekti shqiptar që do të vi kryeministri i Kosovës të ma shpjegoj mua atje si shqiptar të Maqedonisë, që realizohet më mirë me vlenin se me BDI-n. Nuk thanë kur gjë, vetëm thanë që unë qëndroj pas ti. Pse? Pse ai bën garë me piktorin. Pse piktori qëndronte pas BDI-s, e ky thoshte, le ta kem edhe unë një, kush do të jenë? Një platformë për krahase politike. Si të duan dhe sa të duan, po mjafton që mu të më dëgjojnë që të vinë të bëjnë atë që ju them unë, edhe doli që tashti erdhi situata këtu ku është sot, që ne shqiptarët e Maqedonisë nuk e dim pse kjo është më e mirë se tjetra. Nuk e dim, nuk na u shpjegua. Edhe çfarë solli më të mirë se tjetra. Duhet pritet pak kosit, nuk është e vjetër qeveria
Sini, po unë duhet pres ko, po këta shumë shpejt u banë si BDI-a. U bën shpejt si BDI. BDI si duheshin 20 vite që të bëhet, që popullit e kuptoj si që është, këta për 7 muaj ne i kuptuam se nuk shkon diçka, nuk shkon, nuk them po nuk shkon diçka, atë vetë ata e dëshmojnë se nuk shkon diçka. A ka një faktor me peshë brenda vlenit, dikush nga liderët apo të gjithë janë të barabartë, kështu që është edhe më e lehtë, po themi, të përçohen ose Nuk, tash më shtroni pyetje shumë delikate, e dini pse, i njoh shumë mirun ata. Ju nëse i shihni këta, gjithë këta kanë rruar aq partisa që s'mund t'ja u numërosh, s'mund ta mbash mend. Gjithë këta janë dalë edhe nga BDI-a, shumica janë dalë nga BDI-a. Dhe ju tash del që bëhen opozitar vetëm se e keni ndruar partinë, vetëm se keni qenë deri dje drejtori i BDI-s, tani keni bë një parti të re edhe jeni bë opozitar. Është pamundshme të krijohet një subjekt i ri politik nga dikush që s'ka ngarkesa politike partit tjera të kaluarës. Atë mundësi e shkatroi Besa. Besa e ma pashme. Si që, Besa bëri një mëkat që nuk i falet kur. Ajo shkelin mbi 60.000 votues të vetë. Ajo e varrosi shpresën e shqiptarëve se mund të bëjnë parti të re për pos BDI-s. E varrosi. Sepse në basa saj, kur u coptuan ata, shqiptarët me të drejtë thanë, ma këto nuk ka, gjithë janë të njëjtë. Këta gjithë luftojnë për atë që e sulmojnë, gjithë luftojnë të bëjnë atë që e banë BDI-a. Dhe u varros aty, edhe prandaj tashti, vetëm Besa kishte gjasa që të bëhet parti e fortë, edhe t'i bëjmë 2 parti të forta, BDI-n edhe Besa. Mirë po ata e shkelen, ata u banë copë, ata bënë diçka që për mu mbetet enigma më e madhe e pa shpjegueshme. Se unë kam qenë brenda asaj Bese, edhe ato funksionoheshin si vlezër, dy smundshit flasin si keq për njëri tjetrin. Po unë që në takimin e parë ju thash që ju do ndaj si armiq. Pse? Se nuk ndërtohet partia në baza miqësore. Partia ndërtohet në baza programore. Programore, në baza të konceptit. Nese, ndodhe ajo që ndodhi, po që t'i përgjigjem shkurt pyetjes suaj. Ajo ishte për mundësia e vetme që të bëj atje një parti e re, që do të prodhoj vlera, se shini te ne ka parti që është kryetari. Nëse janë gjerë BDI-sti, kryetarin që e ka smetet nga jo parti ku gjë. Këtë të vlenit janë ata 5, ato 4, sa janë. Nëse i gjerë ato smetet ku gjë. Unë isha i thari një ide tjetër, që parti që do të prodhoj vlera, jo kryetar që do të bëj partinë e vetë, jo kryetari që do ketë parti, po partia që do ketë kryetarin e vetë, do e prodhoj, do e nxjerr, do të krijoj klasë të re politike. Kjo nuk u bë, u shkatrua ajo ide, u shkel mbi atë ide, edhe është mëkat i madh, edhe unë them, ata kur s'do të mund ta shpagojnë këtë mëkat, kur ata s'do të mund të bëjnë kur gjë që unë e them. A është sot BDI-a, po themi, partia më e fuqishme shqiptare që me gjithë mëkatet që i ka, mbase duhet shihet si adresa për shqiptarët në zgjedhjet e ardhshme. Kishte një moment kur i listës së zezë për zotin Artan Grupi, një figurë e fuqishme brenda kësaj partie, që mbase bëri një thirrje ishte një sinal për reformë edhe nga këtë subjekt politik pushtet gjatë në Maqedoninë e Veriut. Me gjitha këto shkundja, mund të shohim prapë BDI-n si partinë që mund t'i përfaqësoj po themi më denjësisht interesa shqiptare apo jo? BDI-n mundet edhe e tronditi vetëm Besa e dikurshme, do me thënë jo kjo, ajo për cilën flasun. Vetëm ajo e tronditi dhe vetëm ajo mund të dëmton të BDI-n. Tani ma asgjas mund të dëmtoj BDI-n, mund të ketë torbatje të tilla. Del njeni, shkon tjetri, vjen, kthehet. Po si e lën shej, si që është një shprehje këtu. Mirë po besoj se zot mundet pse? Se populli thuaj se u bind atje se gjithë janë të njëjtë. Që s'ka, edhe këtë bindje, më shumë të e forcon këto se pushtetarët shqiptarë atje janë më të vërtet vazal të sunduesit Maqedona, se tash i del që nëse nuk ndërhyn në vendkalimin kufitar Mickovski, zvlen kur gjë fjala e këtyre.
Nëse a i vendos diçka, shini, gjithë rrugët që i lidhen shqiptarit janë të vitit 45. Shini rruga Bllacë në Shkup nuk ndërtohet. Rruga Qafë Thanë në Strug nuk ndërtohet. A shinja si është rruga prej Shkupi për në Beograd. Shinja si është drejt Athinës. Pse? Gjanat janë të dukshme. Tetov do të ndërtohet, apo... Janë të dukshme gjanat. Pse ne shtiremi se nuk i shohim, ky është problemi ynë. E pse ata zotit të vlenë shtiren se nuk i shohin, ajo flet për ata. Nuk duhet, pra ne unë shpesh them, se më thonë, po gujdin të gjanë. Pa duhet shpjegim për këtë. Që se sa nuk të përfill, ti kufinin që i ndanë shqiptarët nga shqiptarët, vetëm ata nuk funksionojnë. Vetëm aty pritet me orë të tëra. Do me thënë, ai nuk të ka frikë, themi shkurt e hapur. Pse nuk të ka frikë? Ta këthejmë të ashtë prapë do të themi atje nga e filluam. Sepse ai e din që e keti një kryeministër të Kosovës që vjen atje i përkrat vetët, mirë po thot ato tjerët nuk vlenë kur gjë. A nuk ke një projekt barë shqiptar? Shini sot, sikur Shqipëria e Kosova të ishin shtetet të etabluara, kur do të kollitej Tirana, do të dridhej Shkupi. Do të dridhej. Zot mund të ndodhte ajo, zot mund të ndodhte të presësh të 1 orë në vendkalimin kufitar. Me pa i kreshe që ti as morinën s'mund të çelish, ai thotë çfarë me këta i ke lehtë, edhe s'duhet shumë brengosësh.